Ka njerëz që ecin, punojnë, qeshin, por janë të vdekur nga brenda. Trupi I tyre është gjallë, por shpirti u ka vdekur, sepse janë larg Allahut. Kemi ushqyer trupin ton me kënaqësi, por kemi lënë shpirtin e uritur. Ndaj zemra s'na ndjen, loti nuk na bie dhe mendja s'e reflekton. Por Allahu thot: a është I njëjtë ai që ishte I vdekur dhe ne e gjallëruam? Surja En'am, ajeti 122. O vëlla, o motër, zgjohu, mos jeto si I vdekur, zgjidh të jetosh me dritën e imanit, sepse vdekja e trupit është e sigurt, por vdekja e shpirtit është një zgjedhje.